nuk mund të nënkuptoj të zësh rrugën të rinjve dhe forcave të reja. Por, t'ju hapësh rrugën të rinjve, nuk do thot të adërzosh Shqipërinë atyre që e shpallin veten forcat të reja vetëm sepse nuk kanë qenë ende në pushtet. Do thot hapësh partinë, të hapësh vendimarrjen, të hapësh procesin qeverisës për njerëz të rinj jo thjesht në moshë, por në mendësi. Të krijosh hapësirë për ide të reja dhe të mundësosh burime energjisë të reja. Të prodhosh drejtues dhe jo vetëm ndjekës, duke u bërë në çdo hap shembull për të ndjekur edhe nga të tjerët. Unë nuk dua që ne qëndrojmë sa më gjatë në vendet ku jemi ulur, po t'i kryejmë së bashku gjërat që do të qëndrojnë shumë më gjatë se sa të gjithë ne në këtë vend që është i të gjithëve ne. Unë dua ta ngjisim Shqipërinë në Bashkimin Evropian, ta bëjmë të pakthyeshëm modernizimin e vendit, ta bëjmë të pa lëkundshme pavarësinë e drejtësisë dhe t'i bëjmë institucionet tona të denja për çdo qytetar të vendi. Të afta të funksionojnë njësoj në mënyrë të barabartë për të gjithë, të fortë apo të dobët. Të japim jetë një marrëdhënie tjetër mes qytetarit dhe qeverisë dhe ta vëmë partinë në dispozicion të qytetarit dhe të shtetit, jo qytetarin dhe shtetin në dispozicion të partisë. Të guxojmë me kurajo zhvillimet e reja në këtë epokë të re, dhe të ecim përpara me ide të qarta dhe me këmbgulje të madhe, pa u lodhur, pa u ndalur, deri në ditën kur populli pastaj të flasë ndryshe me votën e tij. Dhe deri aty detyra jonë nuk është të provojmë atyre që nuk duan të binden se nuk jemi lidhur pas pushtetit, njerëz që duan të na largojnë, detyra jonë është mos lidhemi pas pushtetit në asnjërin prej atyre mënyrave që ne na largojnë nga njerëzit. Sepse njësoj si njerëzit, partit nuk ndryshken nga pushteti. Dhe as nuk plaken nga numri i viteve që mbajnë mbi supe. Ndryshken kur pushojnë së ndryshuari, plaken kur ngatrojnë eksperiencën me pagabushmërinë. Ne mund ta çojmë jo vetëm këtë mandat me sukses deri në fund, por Partia Socialiste mund të kërkojë një tjetër dhe të tjera mandate, vetëm nëse gjatë këtij mandati do dim të dëgjojmë edhe ato që nuk na votoi, të shohim dhe ato që nuk na duart roket, dhe të qajmë dhe hallin që nuk arrim të zgjidhim. Vetëm nëse prania besnike nuk mbetet një stampë e re mbi një bluzë të vjetër, po një ndryshim i vërtet i marrëdhënies son me njerëzit, ne mund të vazhdojmë të bëjmë histori. Sepse ka vetëm nder që duash të përmbushësh një mision historik me pushtetin që të kanë dhënë. Turp është vetëm të duash ta mbash pushtetin pasi e ke harruar për çfarë ta dhanë. Tani duhet të kthehem drejt për drejt edhe më afër tek makineria jonë, e cila nisi të rindërtohet seriozisht pas zgjedhjeve vendore të Tiranës në vitin 2011. Kur e pam se si një fitore të sigurt ne ka ta ndisëm në një fitore aq të ngushtë, 10 vota, sa që mjaftoi një robot politik në kryet KQZ-s për të na nxjerrë të rruar, pastaj një tuf me plepa në kolegjin zgjedhor për ta nxjerrë të qethur,